Ka ndërruar jetë aktori dhe regjizori i njohur Eduard Çala, një prej figurave më rëspikatura të artit skenik dhe kinematografik shqiptar. Ai u nda nga jeta në moshën 75 vjeçare duke lënë pas një trashëgimi të pasur artistike për qytetin e tij të lindjes, Elbasanin, dhe për të gjithë publikun shqiptar. Eduard Çala lindi më 19 shtator të vitit 1950 në Elbasan, ku kreu arsimin fillor dhe të mesëm në shkollën Jeronim Derada. Edhe pse nuk e pati mundësinë të studiojë për aktrim në Institutin e Lartë të Arteve, ai ndoqi studimet e larta për gjuhë letërsi në Institutin Pedagogjik Aleksandër Xhovani. Dashuria e tij për artin u shfaq që në bankat e shkollës së mesme, me interpretimin në komedin Udha e Zavalinëve, një pjesë që la gjurmë në jetën e tij artistike. Në vitin 1971, Çala ju bashkua trupës profesioniste të teatrit Skampa, ku për dekada me radhë interpretoi në mbi 50 shfaqje teatrore, duke u shquar për një gamë të gjerë rolesh, nga ato kryesoret tek episodiket, gjithmonë me përkushtim dhe profesionalizëm. Çala dha një kontribut të rëndësishëm edhe në kinematografin shqiptare, ku angazhua në role dytësore në disa filma artistik të njohur si Për tejmureve të gurta, Një natë nëntori, Partizani vogël velo, Pranvere hidhur, Një jetë më shumë, Kronike atyre viteve, 3 veta ka përcejnë malin dhe Ngjyrat e moshës. Veprimtaria e tij nuk u kufizua vetëm në aktrim. Çala ishte gjithashtu regjizori 10 shfaqjeve në teatrin e Kukullave në Elbasan, duke ndihmuar në edukimin dhe argëtimin e fëmijëve përmes artit. Ai ka qenë një figurë e njohur edhe në jetën kulturore të qytetit, si prezantues në koncerte, spektakle dhe festivale të ndryshme. Për kontributin e tij të çmuar, në vitin 1985 u dekorua me medalje Naim Frashëri, ndërsa Bashkia e Elbasanit e ka nderuar me titullin Mirënjohje e qytetit. Vlerësime të shumta ka marrë edhe në festivalet kombëtare të teatrove, të fëmijëve dhe të kukullave. Eduard Çala i përkiste brezit të artë aktorëve elbasanas, krahas emrave të mëdhenj si Demir Hyskja, Shpëtim Shemili, Astrid Çerma, Spiro Duni, Ermira Bahiti, Tefta Ziraj dhe Veronika Papa. Me largimin e tij, skena shqiptare humbi një artist të përkushtuar, të qetë dhe punëtor, i cili jetoi me pasionin për artin dhe dashurinë për publikun.